Jagu është edhe I pa e puri tjetër, atje demokrat tjetër, se këta demokratët me ne punojnë, me ata protestojnë, I kanë rregull, I kanë të dyja. Këta janë rehat. Këtyre ju del edhe të argëtohen me molotov, edhe të ndërtojnë edhe të fitojnë. Jagu është ai tjetër. Tironës Demba Vëden, jagu është atje. Me prona në Tiranë, Demba Vëden, gjithë jetën, ndërtus, demokrat tjetër, Avenir Kika, gjithë demokratën, gjithë. Tash pse vinë këtu? Po vinë këtu se këtu bëjmë punë, si mos vinë. Çfarë lidhje ka Aveniri me që ka ndërtuar gjitha ato apartamente për njerëzit, edhe në gjitha këto apartamente jetojnë njerëz, nuk jetojnë pastrus parash. Gjithë kjo rrit ekonominë. Si e kemi filluar me 300-400 milion euro investimet huaja dhe sot jemi mbi 1.5 miliard. Në vit, mbi 1.5 miliard në vit investimet të huaja. Si na erdhi dita që të huajt të vinë dhe të blejnë këtu në Shqipëri dhe do blejnë edhe më shumë nga këto apartamente, edhe nga këto ndërtime që bëhen, sepse këto ndërtime krijojnë energji pozitive, krijojnë besim, krijojnë atraksion, nuk janë thjesht fjetore.